Veprimtari Agim Aliçkaj ka reaguar ashpër ndaj mundësisë së një koalicioni mes opozitës dhe listës serbe, duke i cilësuar një veprim të tillë si bashkëpunim me armikun dhe tradhtim ndaj kombit. Ai e krahason situatën me dramën duke pritur godonën, duke thënë se opozita po pret Grenellin, i cili sipas tij u jep premtime boshe si serbëve ashtu edhe shqiptarëve. Pas këtij akti nuk ka kthim prapa. Populli ju ndalon dhe ju dënon, as Godot e as Grenelli nuk mund t'ju shpëtojnë, shkruan ai. Wait for Godot, apo po e presim Grenellin, i cili i kënaq me premtime të kota, edhe serbët edhe shqiptarët, por le ta dinë mirë opozita, nëse bëjnë koalicion me organizatën armiqësore, lista shpraska do të bëhen bashkëpunëtor të armikut, do të shpallin veten tradhtar të kombit dhe do të zojnë vendin e prapt në murin e turpit të kombit shqiptar. Ndaluni sa nuk është vonë, se çdo gjë ka kufirin e vet. Pas tentimit të koalicionit me listën serbe, nuk ka kthim prapa. Kjo nuk kalon, populli ju ndalon dhe ju dënon. As Godot, as Grenell nuk mund t'ju shpëtojnë, nëse vjen.